Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ne i dërguam fisit të Themudit, vëllain e tij, Salihun. Ai tha: adhuroni Allahun. Por ata u ndanë në 2 grupe që grindeshin midis tyre. Salihu tha: o populli im, përse ju e dëshironi të keqen para së mirës? Përse nuk kërkoni nga Allahu falje, që të mund të mëshiroheni? Ata thanë: ne kemi ugur të keq prej teje dhe atyre që janë me ty. Ai u tha: e mira dhe e keqja është prej Allahut. Në të vërtetë, ju jeni popull i vënë në sprovë. Në qytet ishin 9 vetë që bënin ngatresa e nuk vinin rregull. Ata i tha njëri tjetrit: betohuni në Allahun se natën do ta vrasim atë me gjithë familjen e tij. Pastaj do t'u themi të afërmve të tij se ne nuk kemi qenë të pranishëm në zhdukjen e familjes së tij dhe se po themi të vërtetën. Dhe kur disën një kurth, por ne u ngritëm një grack, pa e ndjer ata. Tani shiko se si ka qenë fundi nga trestarëve të tyre. Ne i shkatruam ata, të gjithë, dhe popullin e tyre, jashtë shtëpitë e tyre të rënuara, për shkak të këqijave që bënin. Sigurisht që këtu ka këshill për njerëzit që dinë. Ndërsa ata që kishin besuar dhe i friksoheshin Allahut, ne i shpëtuam. Kur Luti i tha popullit të vet: përse bëni vepra të mbrapshta e të turpshme, madje në sytë e njëri tjetrit? Vallë, a mos ju u qaseni me epsh meshkujve në vend të femrave? Në të vërtetë, ju jeni popull i pabindur. Përgjigjja e vetme e popullit të tij ishte: dëbojeni familjen e Lutit prej qytetit tuaj, sepse ata janë njerëz të lirë. Dhe ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij, përveç gruas së tij, së cilës i caktuam që të mbetej me të dënuarit. Dhe mbi ta lëshuam breshëri prej gurësh. Esa e tmerrshme që ishte ajo breshëri për ata që ishin paralemruar. Thuaj o Muhammed: lëvduar e lavdëruar qoftë Allahu, dhe shpëtimi qoftë për robërit e tij të zgjedhur. Kush është më i mirë, Allahu apo ata që ja shoqërojnë atij në adhurim? A ka më të mirë se ai që ka krijuar qiellin dhe tokën dhe lëshon për ju nga qielli ujë me të cilin bën të rriten kopshte të mrekullueshme? Ju nuk mund t'i bëni pemë të rriten pa këtë ujë. Vallë, a ka krahas Allahut Zot tjetër? Jo. Por ata janë njerëz që i veshin Allahut të barabartë me atë. A ka më të mirë se ai që e ka bërë tokën të qëndrueshme? Ka bërë në të lumenjë, ka ngritur në të male dhe ka bërë midis 2 deteve pengesë të padukshme. Vallë, a ka krahas Allahut Zot tjetër? Jo. Por shumica e tyre janë të paditur. A ka më të mirë se ai që i vjen në ndihmë nevojtarit të kputur, kur i lutet atij, që ju a largon të keqen dhe ju bën juve trashëgimtar në tokë? Vallë, a ka krahas Allahut Zot tjetër? Sa pak që reflektoni. A ka më të mirë se ai që ju rrofen rrugën e errësirat e tokës dhe të detit, dhe ju çon errërat si lajmëtare të mëshirës së tij? Vallë, a ka krahas Allahut Zot tjetër? I lartësuar qoftë Allahu dhe i lavdëruar mbi çdo gjë që ja shoqërojnë në adhurim. A ka më të mirë se ai që zë fill krijimin dhe pastaj e ripërsërit atë, që ju jep mjet e jetesë nga qielli dhe toka? Vallë, a ka krahas Allahut Zot tjetër? Thuaj o Muhammed: sillni provat tuaja nëse ajo që thoni është e vërtetë. Thuaj: askush përveç Allahut, në qiell apo në tokë, nuk i di të fshetat dhe as nuk do ta di se kur do të ringjallet. Vallë, a din do pak ata për jetën tjetër? Përkundrazi, ata dyshojnë në të.
ata janë të verbër ndaj saj. Dhe mohuesit thonë, vallë, a mos do të ringjallemi neve etërit tanë, pasi të jemi bërë dhe. Vërtet neve dhe etërve tanë na është të premtuar kjo qysh më parë. Për këto mi gjas nuk janë tjetër vetë se legjenda të popujve të lashtë. Thuaj, udhëtoni në përbot, e shikoni si ka qenë fundi i keqbërësve. Mos u piklo Muhammed për shkak të tyre, dhe mos u ngushto për kurthet e tyre. Ata thonë, kur do të plotësohet ky premtim, nëse ajo që thoni është e vërtetë? Thuaj, mbase mund të jetë pas shpinës suaj, ajo që doni ta shpejtoni. Në të vërtetë, Zoti yt është bamirës i madh i njerëzve, por shumica e tyre nuk janë mirënjohës. Padyshim Zoti yt di atë që fshehin zemrat e tyre dhe atë që e shfaqin haptazi. S'ka asgjë të fshet në qiell dhe në tokë që të mos jetë e shënuar në librin e qartë. Një mend, ky Kur'an u tregon bijve të Izraelit shumë nga çështjet për të cilat nuk pajtoheshin. Dhe natyrisht, është udhërofyes dhe mëshirë për besimtarët e vërtet. Nuk ka dyshim se Zoti yt do t'i gjykojë ata drejtësisht. Ai është i plot fuqishmi dhe i gjithdijshmi. Prandaj mbështetu tek Allahu. Vërtet ti je në të drejtën e qartë. Sigurisht që ti, Muhammed, nuk mund t'i bësh të vdekurit të dëgjojnë. As nuk mund t'i bësh të shurdhrit të dëgjojnë thirrjen tënde kur të kthejnë shpinën. Ti nuk mundesh t'i nxjerrësh as të verbrit nga humbja e tyre. Ty të dëgjojnë vetëm ata që besojnë shpalljet tona dhe na nënshtrohen ne si musliman. Dhe kur të përmbushet fjala jon kundër tyre, ne do të bëjmë që nga toka të dalë një kafsh e cila do t'u flas atyre, se njerëzit nuk u besonin me bindje shpalljeve tona. Atë ditë, ne do të t'u bëjmë prej çdo populli nga një grup prej atyre që mohuan shpalljet tona. Ata do të vihen në radhë. E kur të vinë, do t'i pyesim. Ju i mohuat shpalljet e mia, ndonë se nuk kishit kur farnjohurie për to. Ç'është kjo që keni bërë? Dënimi ynë do t'i godas ata për shkak të këqijave që bën, e nuk do të mund të nxjerrin asnjë fjalë. Vallë, a nuk shohin ata që ne e kemi bërë natën për pushim, ndërsa ditën për të parë? Një mend këto janë shenja për besimtarët. Dhe ditën, kur të fryhet në surr, do të tmerrohet çdo kush që gjendet në qiell e në tokë, përveç atyre që Allahu nuk dëshiron t'i friksoj. Të gjithë do t'i vinë atij, të përullur. Ti i shikon malet e mendon se janë të palëvizshme, por ato lëvizin si rret. E tillë është fuqia e Allahut, i cili ka përsosur çdo gjë. Ai di mirë çdo gjë që bëni ju. Ata që kanë bërë vepra të mira, do të kenë shpërblim të mirë dhe do të jenë të çliruar nga tmerrja e asaj dite. Ndërsa ata që kanë bërë vepra të këqija, do të hidhen me fytyrë përmbys në zjarr. Ju do të shpërbleheni veç për atë që keni bërë. Thuaj o Muhammed, unë jam urdhëruar që të adhuroj vetëm Zotin e këtij qyteti, Mekës, atë që e ka bërë qytetin të shenjtë dhe të cilit i përket gjithçka. Jam urdhëruar të jem nga muslimanët, ata që i përulen Allahut dhe të këndoj Kur'anin. Kushdo që merr rrugën e drejtë e bën për dobi të vet, ndërsa atyre që devijojnë, ti thuaj ju, unë jam vetëm paralimrues. Dhe thuaj, falenderimi qoftë për Allahun. Ai do t'ju atregoj shenjat e tij e ju do t'i njihni ato. E Zoti yt nuk është i pakujdesshëm ndaj veprave që bëni ju. Ta, sin, mim. Këto janë vargjet e librit të qartë. Ne do të tregojmë ty pjesë nga historia e Musait me faraonin, ashtu siç ka qenë me të vërtetë për njerëzit që besojnë. Me të vërtetë që faraoni madhështoi në tokë
dhe banorët e saj I kishte përçarë në grupe. Disa prej tyre I përndiqte, u avriste fëmijët meshkuj, ndërsa femrat u alinte gjallë. Ai ka qenë vërtet keqbërës. Por vullneti ynë ishte që t'u jepni mirësi atyre që qenë të shtypur në tokë, t'i bënin pris e trashëgimtar. T'i forconim ata në tokë dhe t'u tregonim faraonit, Hamanit dhe ushtrisë atyre, atë prej së cilës ata friksoheshin. Kështu ne e frymëzuam nënën e Musait. Jepi gjia atij, dhe kur të trembësh për sigurinë e tij, hidhe në lumë, pa pasur frikë dhe as dëshpërim. Me siguri që ne do të ta kthejmë ty atë dhe do ta bëjmë të dërguar. Por atë e mori nga lumi familja e faraonit, me qëllim që një ditë ai të bëhej armik dhe t'u sillte mjerim atyre, sepse faraoni, Hamani dhe ushtria e tyre kanë qenë gjunaqar. Gruaja e faraonit I tha atij: "Ky djalë është gëzim për mua dhe ty. Prandaj mos e vrisni, sepse mund të jetë I dobishëm, ose mund ta birësojmë." Por ata nuk e dinin se çfarë po bënin. Ndërkohë zemra e nënës së Musait u bë si të ishte e zbrazët. Edhe pak, edhe çdo gjë do të zbuloi, sikur të mos ja kishin forcuar në zemrën, që të bëhej besimtare vërtet. Ajo I tha motrës së Musait: "Shko pas tij." E motra e vrojtonte atë nga larg, pa u parë nga të tjerët. Ne bëm që ai të mos pranonte asnjë mëndesh. Kështu e motra u tha atyre që kishin birësuar Musain: "A doni t'ju gjej një familje e cila do të kujdeset për të, duke edukuar me kujdes?" Kështu ne e kthyem atë te nëna e vet, që ajo të gëzoj e të mos piklloj, dhe që ta dinte se premtimi I Allahut është I vërtet, por shumica e njerëzve nuk e din. Dhe kur arriti moshën madhore dhe pjekurinë e dur, ne I dham atij mençuri dhe dituri. Kështu I shpërblejmë ne ata që bëjnë punë të mira. Njëherë Musa I hyri në qytet, pa u vënë re nga banorët e tij. Atje pa dy njerëz që rriheshin. Njëri ishte nga të vetët, kurse tjetri ishte nga kundërshtarët. Ai grupi të vet I kërkoi ndihmë kundër atij të popullit armik. Dhe Musa I ra me grusht kundërshtarit, duke e vrarë. Pastaj tha: "Kjo është punë e djallit. Ai është armik I betuar I njeriut dhe nga trestari I hapur. O Zoti im, një mend unë I kam bërë keq vetes, andaj më fal." Dhe ai e fali. Pa dyshim, ai është falësi e mëshirëploti. Musa I tha: "O Zoti im, fal të mirave që më ke dhënë. Unë nuk do të bëhem ndihmës I të këqijave." Teksa Musa I ecte në mëngjes I friksuar në qytet, duke pritur se çdo të ndodhte. Kur ai që të dieshmën e kishte thirrur në ndihmë, e thiri sërish në ndihmë. Musa I tha: "Ti qenke tamam një nga trestari I hapur." Dhe kur deshi të sulmonte atë që ishte armik I të dyve, ai tha: "O Musa, a do të më vrasësh edhe mua siç vrave atë tjetrin tje? Ti dëshiron vetëm që të bëhesh dhunues në tokë, e nuk dëshiron të bëhesh nga ata që ndreqin e vendosin drejtësi." Aty erdhi një njeri duke nxituar prej skajit të qytetit, e tha: "O Musa, paria është mbledhur e po bisedon për të vrarë, andaj ik, sepse po të jap një këshill të sinqert." Musa I doli prej qytetit I friksuar, duke pritur se çdo të ndodhte, dhe tha: "O Zoti im, më shpëto prej popullit keqbërës." Teksa drejtohej nga Medieni, ai tha: "Shpresoj se Zoti im do të ma tregoj rrugën e drejtë." Kur arriti tek pusi I Medienit, ndeshi rreth tij shumë njerëz që u jepnin ujë kafshëve. Përveç tyre, ai vuri re 2 vasha që po mbanin kafshët e veta. Ai tha: "Si I keni hallin ju?" Ato thanë: "Ne nuk u japim ujë pa u larguar barint. Babai ynë është shumë plak." Kështu Musa I u dha ujë kafshëve të tyre e pastaj u kthye te një hije dhe tha: "Zoti im, çfarë do dhun tije që të më japësh? Unë jam nevojtar." Më vonë,
Njëra nga ato të dyja erdhi me ndrojtje dhe i tha: "Babai im të fton për të shpërblyer si dhe u i tufëson." Kur Musa i shkoi tek ai dhe i tregoi se çfarë kishte ndodhur, ai tha: "Mos u frikso, sepse ke shpëtuar prej një populli keqbërës." "O babai im," tha njëra nga ato të dyja, "mere këtë njeri në shërbim. Sigurisht që njerëzit e fortë dhe të besueshëm janë më të mirë që dikush mund të marrë në shërbim." Plaku tha: "Unë dua të jap për grua njërën prej këtyre dy bijave të mia, me kusht që të më shërbesh mua 8 vjet, por nëse dëshiron mund të qëndrosh 10 vjet. Unë nuk dëshiroj të t'i rëndoj gjërat. Ti do të shohësh në dashtë Allahu se jam njeri i mirë." Musa i tha: "Le të jetë kështu kjo marrëveshje midis meje dhe teje. Cilin do prej dy afateve që të plotsoj, nuk do të jetë pa drejtësi për mua. Allahu është dëshmues për atë që folëm." Kur Musa i plotsoi afatin e caktuar dhe u nis me familjen e vet, vuri re nga larg një zjarr në anën e malit të Turit. I tha familjes së vet: "Pritni sepse kam parë një zjarr. Ndoshta mund t'ju sjell prej tij ndonjë lajm, ose një urë zjarri për t'u ngrohur." Kur erdhi afër, një zë e thiri nga ana e djathtë e luginës, nga një pemë në një vend të bekuar: "O Musa, në të vërtetë, unë jam Allahu, Zoti i botëve. Hidhe shkopin tënd." Kur e pa se shkopi po lëvizte shpejt, si të ishte gjarpër, u smbraps me të shpejt pa shikuar pas, ndërsa ju tha: "O Musa, afrohu dhe mos u frikso, sepse ti je i mbrojtur. Fute dorën tënde në gjë dhe ajo do të dalë bardhë, e palënduar. Shtrëngoje krahun pas vetes që të çlirohesh prej frikës. Këto janë 2 mrekulli prej Zotit tënd, për faraoni dhe parin e tij. Ata janë një mend popull i mbrapsht." Musa i tha: "O Zoti im, unë kam vrarë një njeri të tyre, prandaj kam frikë se do të më vrasin. Vëllai im Haruni është mogojtar se unë në të folur, andaj dërgoje atë me mua si ndihmës timin, që të vërtetoj fjalët e mia. Unë vërtet kam frikë se ata do të më quajnë gënjeshtar." Allahu tha: "Ne do të forcojmë ty me vllain tënd, dhe që të dyve do t'ju japim fuqi. Kështu ata nuk do të mund t'ju afrohen juve. Me mrekullit tona, ju të dy dhe ata që do t'ju pasojnë, do të jeni ngadhnimtar." Dhe kur Musa i usolli mrekullit tona të qarta, ata thanë: "Kjo është vetëm magji e trilluar. Ne nuk e kemi dëgjuar këtë prej stërgjyshërve tanë të lashtë." Musa i tha: "Zoti im e di më së miri se kush i sjell udhëzimet prej tij dhe kush do të ketë mbarimin e mirë në jetën tjetër. Sigurisht keqbërësit nuk do të shpëtojnë." Dhe faraoni i tha: "O pari, unë nuk di që për ju ka tjetër zot përveç meje. O Haman, më ndis një zjarr për të pjekur qerpiç dhe më ndërtoj një kull të lartë që të ngjitem te Zoti i Musait. Jam i bindur se ai, Musai, gënjen." Faraoni dhe ushtria e tij u sollën me arrogancë dhe padrejtisht në tokë, duke menduar se nuk do të ktheheshin te ne. Por ne e kapëm atë dhe ushtrinë e tij dhe i hodhëm në det. Shiko se cili ishte fundi i keqbërësve. Ne i bëm ata udhëheqës që thërrisnin për në zjarr. Ndërsa në ditën e Kiametit, askush nuk do t'i ndihmoj. Në këtë botë ne hodhëm mallkim mbi ta, ndërsa në ditën e Kiametit ata do të jenë të braktisur e të shkatruar. Pasi i shkatruan breznit e mëparshme, ne i dha Musait librin si dritë për njerëzit, udhëzim dhe mëshirë në mënyrë që ata të mund të merrnin këshilla. Ti o Muhammed, nuk ke qenë i pranishëm në anën perëndimore të Turit, kur ne ja besuam Musait misionin, profecinë, dhe as nuk ke qenë dëshmitar i kësaj ngjarjeje. Pastaj ne krijuam brezni të tjera që jetuan shumë gjatë. Ti nuk ke banuar midis banorëve të Medjenit, që t'ju lexojë shpalljet tona, por ne gjithnjë kemi quar të dërguar.
Ti nuk e qenë as pranë turit, kur ne thirrëm Musain, po ti e dërguar mëshirë nga Zoti yt, për të paralemruar njerëzit të cilëve nuk u kishte ardhur asnjë paralemrues para teje, që ata të mund të merrnin këshilla, dhe që të mos thonë kur ti godas dënimi për atë që kanë bërë. O Zoti ynë, të na kishe quar një të dërguar që ti pasonim shpalljet tuaja dhe të bëheshim besimtar. Pasi u erdhi e vërteta prej nesh, ata thanë, përse nuk i është dhënë Muhamedit diçka e ngjashme me atë që ishte dhënë Musait? Para nuk e mohojnë atë çfarë ishte dhënë Musait, duke thënë, këta, Teurati dhe Kurani, janë dy magji që mbështesin njëra tjetrën. Ne nuk besojmë asnjërin prej tyre. Thuaj ju atyre, sillni një libër nga Allahu, i cili udhëzon më mirë nga këta të dy. Unë do ta pasoj atë, nëse thoni të vërtetën. E nëse ata nuk të përgjigjen ty, dije se ata janë sklever të dëshirave të veta. E kush është në humbje më të madhe se ai që udhëhiqet nga dëshirat e veta, pa udhëzim prej Allahut? Sigurisht Allahu nuk i udhëzon njerëzit keqbërës. Ne u dërgojmë atyre shpalljet njëra pas tjetrës, në mënyrë që t'i dëgjojnë e të marrin mësim. Ata që ne u kemi zbritur librin para këtij, Kur'anit, i besojnë atij. Kur lexohet atyre Kur'ani, ata thonë, ne e besojmë atë. Pa dyshim, ai është e vërteta nga Zoti ynë. Vërtet ne edhe para tij kemi qenë musliman, të nështruar ndaj Zotit. Atyre do t'u jepet shpërblimi dyfisht, për shkak të durimit që kanë treguar. Ata i kthejnë të keqen me të mirë, ndajnë lëmosh nga ajo që u kemi dhënë ne, dhe kur dëgjojnë ndonjë marrëzi, i shmangin asaj duke thënë, ne kemi veprat tona, ndërsa ju keni veprat tuaja. Paqja qoftë me ju, ne nuk duam shoqërime të paditurit. Vërtet ti, Muhammed, nuk mund të udhëzosh këtë duash, por është Allahu ai që udhëzon këtë dëshiroj. Ai njeh më mirë ata që janë të udhëzuar. Ata thonë, nëse ndjekim udhëzimin së bashku me ty, së shpejti do të jemi të dëbuar nga vendlindja. Vallë, a nuk u kemi mundësuar që të jetojnë në një vend të shenjtë e të sigurt, ku sillen fruta të lloj-llojshme si ushqim prej nesh, por shumica e tyre nuk e dinë. E sa fshatra e qytete i kemi zhdukur ne, sepse banorët e tyre bënin jetë të shturur. Ja tek janë shtëpitë e tyre, të cilat janë banuar pas tyre, fare pak, ose as pak. Jemi ne trashëgimtarët e fundit. Zoti yt kur nuk i ka shkatruar këto vendbanime, para se t'u çonte në kryeqytetet e tyre, të dërguar, që t'u lexonte shpalljet e tij. Ne kur nuk i kemi shkatruar vendbanimet, pa shkak, por vetëm kur banorët e tyre kanë qenë keqbërës. Çdo gjë që ju është dhënë juve, ajo është kënaqësi e kësaj jete dhe stoli e saj, ndërsa ajo që është tek Allahu është më e mirë dhe më e përhershme. Vallë, a nuk e kuptoni? Si mund të jetë i njëjtë ai që i kemi premtuar shpërblim të mirë, të cilin do të arrijë, dhe ai që i kemi dhënë kënaqësi në jetën e kësaj bote, ndërkohë që në ditën e Kiametit do të hidhet në zjarr. Atë ditë, Allahu do t'i thrasë ata dhe do t'u thotë, ku janë ata për të cilët pretendonit se ishin ortakët e mi? Ata që kanë merituar dënimin ton, do të thonë, o Zoti ynë, këta janë ata që ne i quam në rrugë të shtrembër. Ne i quam ata në rrugë të shtrembër, ashtu si që shkuam edhe vetë në atë rrugë. Ne deklarohemi të pafajshëm para teje. Ata nuk na kanë adhuruar ne. Atyre do t'u thuhet, thirrni hynit tuaja, dhe ata do t'i thrasin ato, por nuk do të marrin asnjë përgjigje. Ata do të shohin dënimin dhe do të dëshirojnë që të kishin qenë në rrugën e drejtë. Atë ditë, ai do t'i thras duke u thënë, ç'është përgjigje ju dha të dërguarve? Atë ditë argumentet e tyre do t'u ngatrohen, e ata nuk do të mund ta pyesin njëri tjetrin. Ndërsa ai që pendohet, beson dhe bën vepra të mira,
do të jetë i shpëtuar. Zoti yt krijon çdo dojë dhe zgjedh lirisht, ndërsa ata, idhujt, nuk mund të zgjedhin. Qoftë i lavdëruar Allahu dhe i lartësuar mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Zoti yt e di çfarë fshehin zemrat e tyre dhe çfarë shprehin. I tillë është Allahu, s'ka zot tjetër të denjë për adhurim përveç tij. Atij i takojnë falenderimet dhe lavdërimet në këtë jetë dhe në tjetrën. Vetëm atij përket vendimi dhe tek ai do të ktheheni. Thuaj o Muhammed, pa mendoni, nëse Allahu ju a bën natën të përhershme deri në ditën e Kiametit, cili zot përveç tij do t'ju asilte dritën? Vall, a nuk e dëgjoni? Thuaj o Muhammed, pa mendoni nëse Allahu ju a bën ditën të përhershme deri në ditën e Kiametit, cili zot përveç tij do t'ju asilte natën në të cilën qetësoheni? Vall, a nuk shihni? Prej mëshirës së vet ai ka bërë për ju natën dhe ditën, që të qetësoheni, të kërkoni nga mirësia e tij dhe të jeni mirënjohës. Atë ditë ai do t'i thras, duke u thënë: ku janë ata që pretendonit se ishin ortakët e mi? Dhe prej çdo populli, ne do të nxjerrim nga një dëshmitar, e do të themi: paraqitni provat tuaja. Atëherë do ta marrin vesh se e vërteta është vetëm e Allahut dhe do të braktisen nga zotat që i trilluan vetë. Me të vërtetë, Karuni ka qenë nga populli Musait, por i shtypte ata. Ne i patëm dhënë atij aq thesare, sa që qelsat e tyre vështirë se do të mund t'i mbante një grup njerëzish të fuqishëm. Njerëzit e popullit të tij i thanë: mos u ngazle me pasurinë që ke, sepse Allahu nuk i do ata që ngazlehen. Por përpiqu me atë që të ka dhënë Allahu, të fitosh jetën e botës së ardhshme, duke mos harruar pjesën tënde në këtë botë. Bëju mirë të tjerëve, ashtu si të ka bërë mirë ty Allahu. Mos kërkon ngatresa në tokë, sepse Allahu nuk i do ngatrestarët. Ai tha: kjo më është dhënë vetëm prej diturisë sime. Vallë, a nuk e dinte ai se Allahu kishte zhdukur para tij shumë brezni që kishin qenë më të fuqishëm dhe që kishin grumbulluar më shumë pasuri se ai? Por keqbërësit nuk do të pyeten për gjunahet e tyre. Kur ai dilte para popullit të vet me stolitë e tij, ata që lakmonin jetën e kësaj bote thanë: as sikur të na ishte dhënë edhe neve si Karunit, vërtet që ai është njeri me fat. Ndërsa njerëzit e dijshëm thoshin: të mirët ju, shpërblimi i Allahut është më i mirë për atë që beson dhe bën vepra të mira. Ai do t'u jepet vetëm të duruarve. Ne bëm që Karunin dhe shtëpinë e tij t'i gëlltiste toka dhe askush nuk arriti që ta mbronte nga dënimi i Allahut, madje as ai vet nuk mund ta mbronte veten. Të nesërmen, ata që më parë dëshironin të kishin qenë në vend të tij, thoshin: është shumë e qartë se Allahu është ai që jep bollok dhe ja pakson kujt të doj prej robërve të tij. Sikur Allahu të mos kishte mëshirë për ne, me të vërtetë që do të na kishte bërë të na gëlltiste toka. Është shumë e qartë se mohuesit nuk ka shpëtim. Sa për shtëpinë e botës tjetër, ne do ta caktojmë atë për ata që nuk kërkojnë as madhështi e as ngatresa në tokë. Përfundimi i mirë është për ata që ruhen nga të këqijat. Kush bën një të mirë, do të ketë shpërblim më të mirë se ajo, ndërsa ai që bën një të keqe, do të dënohet vetëm aq sa e meriton vepra e tij. Me të vërtetë, ai që ta ka urdhëruar ty Muhammed, Kur'anin, do të kthejë në vendin e caktuar, në Mekë. Thuaj: Zoti im e di mirë se kush sjell udhëzim të drejtë dhe kush është në humbje të dukshme. Ti nuk e shpresuar se do të shpallej libri, por e more nga mëshira e Zotit tënd. Andaj kurse si mos u bëj ndihmës i mohuesve. Kurse si mos i lejo ata të largojnë prej shpalljeve të Allahut, pasi të janë zbritur ty. Lutju Zotit tënd dhe kurse si mos u bëj dhujtar.
Mos adhuro zot tjetër krahas Allahut. S'ka zot tjetër të denjë për adhurim, përveç tij. Çdo gjë do të shkatërrohet, përveç fytyrës, qenies së tij. Atij i përket vendimi dhe tek ai do të ktheheni të gjithë. Elif Lam Mim. Vërtet mendojnë njerëzit se do të lihen të thonë ne besojmë, pa u vënë në provë. Ne i kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre, në mënyrë që Allahu të dallojë ata që thonë të vërtetën, nga ata që gënjejnë. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija, se do t'i shpëtojnë dënimit tonë? Sa keq që gjikojnë ata. Kush shpreson takimin e Allahut, ta di se dita e caktuar nga ai do të arrijë. Ai dëgjon dhe di gjithçka. Kush përpiqet, mundohet vetëm për të mirën e vetvetes, se Allahu në të vërtetë nuk ka nevojë për asgjë. Atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, me siguri që do t'u ashlyejmë të këqijat dhe do t'u japim shpërblim më të mirë se puna që kanë bërë. Ne kemi urdhëruar njeriu që të sillet mirë me prindërit e vet, dhe nëse ata të nxisin ty që të mos shoqërosh mua në adhurim atë, për të cilin ti nuk di asgjë, atëherë mos i dëgjo ata. Tek unë do të ktheheni të gjithë, e do t'ju lajmëroj për gjithçka që keni bërë. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, me siguri do t'i radhisim në mesin e të mirëve. Ka disa njerëz që thonë, ne besojmë Allahun, por kur vuajnë për çështjen e Allahut, e quajnë për ndjekjen prej njeriut një lloj si dënim nga Allahu, ndërsa kur u vjen fitoria prej Zotit tënd, ata me siguri do të thonë, ne kemi qenë me ju. Vallë. A nuk e di Allahu më së miri se çka në zemrat e çdo kujt? Sigurisht, Allahu i njeh më mirë ata që kanë besuar dhe hipokritët. Mohuesi t'u thonë besimtarve, ndiqni rrugën tonë, e ne atëherë do t'i mbartim gjunahet tuaja. Por ata nuk do të jenë në gjendje të mbartin nga gjunahet e tyre. Në të vërtetë ata janë gënjeshtar. Ata do t'i mbartin barët e veta, e bashkë me to edhe barë të tjera, e pa tjetër që do të pyeten ditën e kiametit, për gjithë shka që trillonin. Ne dërguam Nuhun te populli i tij. Ai qëndroi tek ata 1000 pa 50 vjet. E megjithatë, ata i përfshiu përmbytja, duke qenë keqbërës. Ne shpëtuam Nuhun së bashku me ata që qenë në bark, dhe e bëm shenjë për të gjithë brezat. Kujtoje Ibrahimin, kur i tha popullit të vet, adhuroni Allahun dhe friksojuni atij. Kjo është më e mirë për ju nëse e dini. Vërtet ata që ju i adhuroni në vend të Allahut, janë vetëm idhuj, ju po shpifni gënjeshtra. Në të vërtet, ata që ju i adhuroni në vend të Allahut, nuk kanë pushtet ju japin të mira. Andaj vetëm tek Allahu kërkoni risk, dhe adhuroni e falenderoni vetëm atë. Tek ai do të ktheheni. Nëse ju nuk më besoni, dijeni se edhe popujt e mëparshëm i kanë quajtur gënjeshtar të dërguarit, dhe se i dërguari ka për detyrë vetëm që të shpallë qartazi. Vallë, a nuk e vërejnë ata se si Allahu e fillon krijimin, pastaj e ripërsërit atë? Natyrisht, kjo është e lehtë për Allahun. Thuaj, udhëtoni në tokë dhe shikoni se si ai e ka zënë fill krijimin. Pastaj do të jetë Allahu ai që do ta bëjë krijimin e dytë, ringjalljen. Me të vërtetë Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Ai ndeshkon këtë dëshiroj, dhe mëshiron këtë dëshiroj. Tek ai do të ktheheni. Ndëshkimit të tij nuk mund t'i shpëtoni as në tokë, e as në qiell. Dhe përveç Allahut, nuk keni as mbrojtës as ndihmës. Ata që mohojnë shpalljet e Allahut dhe takimin e tij, pikërisht, ata e kanë humbur shpresën në mëshirën time, dhe për ta do të ketë dënim të dhëmshëm. Populli i tij nuk kishte tjetër përgjigje, përveç se tha, vriteni ose digjeni.
Por Allahu e shpëtoi atë nga zjarri. Vërtet këtu ka shenjat e qarta për njerëzit që besojnë. Dhe ai tha: "Në vend të Allahut ju keni zgjedhur idhujt për shkak të dashurisë midis jush në këtë jetë. Por në ditën e Kiametit do ta mohoni njëri tjetrin dhe do ta mallkoni njëri tjetrin. Streha juaj do të jetë zjarri dhe nuk do të ketë për ju kurfar ndihmësi." Luti i besoi atij. Ibrahimi tha: "Unë do të më rregoj te Zoti im. Me të vërtetë ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Dhe ne i dhuruam atij Isakun dhe Jakubin, dhe pasardhësve të tij u dham profecinë dhe librin. Ne i dham atij shpërblim në këtë botë, ndërsa në jetën tjetër, me siguri ai do të jetë prej njerëzve të mirë." Kur luti i tha popullit të vet: "Vërtet ju bëni të tilla lapërdhi që askush para jush nuk ka bërë në botë. Bëni marrëdhënie me meshkuj, uzini pusi, dhe në tubimet tuaja bëni punë më të ndyra." Populli i tij nuk kishte tjetër përgjigje, përveç se tha: "Na e sill dënimin e Allahut, nëse thua të vërtetën." Ai tha: "O Zoti im, më ndihmo kundër popullit që bën mbrapshti." Dhe pasi të dërguarit tan i sollën lajmin e mirë Ibrahimit, i thanë: "Ne do t'i zhdukim banorët e këtij vendbanimi, sepse banorët e tij janë vërtet keqbërës." Ai, Ibrahimi tha: "Por atje banon edhe Luti." Ata thanë: "Ne e dim më mirë kush është atje. Ne do ta shpëtojmë atë dhe familjen e tij. Përveç gruas së tij, ajo do të qëndrojë me ata që do të mbeten për t'u dënuar." Kur të dërguarit tan engjuj shkuan tek Luti, ai u shqetësua dhe u ngushtua për ata, sepse nuk i mbronte dot. Ata i thanë: "Mos u frikso dhe mos u brengos. Ne do të shpëtojmë ty dhe familjen tënde, përveç gruas tënde. Ajo do të mbetet me ata që janë për dënim. Në të vërtetë, ne do të lëshojmë dënim nga qielli mbi banorët e këtij vendbanimi, nga se ata janë të prishur." Dhe tashmë ne kemi lënë atë një shenjë të dukshme për njerëzit që kuptojnë. Edhe banorëve të Medienit u dërguan vëllain e tyre Shuaibin. Ai u tha: "O populli im, adhuroni Allahun, shpresoni në ditën e fundit, dhe mos bëni keq në tokë si nga trestar." Por ata nuk e besuan atë. Prandaj goditi një tërmet i tmerrshëm dhe u gdhin në shtëpitë e tyre të vdekur e të gjunjëzuar. E njëjta gjë u ndodhi edhe fisëve Ad e Themud. Gjë që ju është bërë e qartë prej gjurmëve të banimeve të tyre. Atyre djalli u a kishte zbukuruar veprat e veta dhe i kishte shmangur nga rruga e drejtë, edhe pse qenë larg pamës.